se çka i thuhet një gruas në jetën publike përmes internetit, nëse i shohim fjalët, janë fjalë cilat kanë pasoja afatgjate, gati deri te prishja e familjes. Absolutisht. Edhe në mënyrën kur të etiketon, ka edhe burra, kemi pa në fushatën e kaluar lokale, kur në fushatët e kaluara kur etiketohet edhe dalin fotografi, mbledhet material, gjenerohet material i pist edhe për me ataku me përjashtu dikon nga gara. Po te gratë, pasojat sepse ka shumë shpifje edhe ka shumë, si me thonë, shumë ngjitën fjalë. Ato tash është ajo quhet dezinformata, Edhe realisht. hallakatët në jetën tonë Po. private aq shumë edhe aq shumë ndëri sa që befasohesh e pasojat janë shumë gjata, sepse gratë janë ma të cenushme në këtë drejtim, përderisa një burrit i thojnë diçka në drejtimin në jetën intime, private, për ta nganjëherë është krenari, edhe nuk është prishet familja, te një grua me fjalët që etiketohet ose i ngjitet një fjalë, dezinformohet për to, pasojat janë afatgjata edhe ndikojnë shumë edhe në shëndet mendor. Krejt gratë në politikë janë ba dhe ulumtime, ku kanë kërku gratë e politikës mos me i botu ato ulumtime, mos me i pa dhe vetë partit, kanë kërku mos me u botu për arsye sepse kur e kanë pa, kur kanë deklaru, kur e kanë pa që shumica e grave kanë pas një përjetim të tillë, edhe ngacmim, pa edhe dhunë online, atëhere për një me është demotivuese për gratë e reja edhe ka pasoja afatgjate. Edhe nuk është e lehtë. Po për fajin e kujt? Për fajin e partive politike.